Përshëndetje organit më suprem të vërtetës shqiptare, jeta është qef. Tashti, si që thash, më falni se më plunë sa ka marrë nga kantieri, po thash publikisht që do dal edhe do mbaj qëndrim. Këta orzotni jonë të fortit e Rozafës. Këta venosin regullin tek Rozafa. Shikojeni si jonë, mosha mesatare 24 vjeç, të morsha të ligat, hiqni qi kapelet. Qesi qi para kamera? Janë thy dhomët nga rrafjet. Doni me pa atë autorin e krimit, ja tregojme? Ta fore qik Osmanin. Osman, veç i dy fjalë, si që puna, po merë me të qeshme, mëse s'ke bo faj, Allah. Ja me që faj. Allah, s'ke bo faj. Sa tjetë gjesh luca, ta morin vesh gjithë kamerat, që me mira njerës që kanë investu për Rozafën, për kështjel në Rozafës, unë nuk ju shloj, o vlat të tallin p***in ata me ne. Ta shi, dy fjarë, thuj, tu qesh. Kësa është arsi parë. Po? Që ne na shajnë, po erti moment kur shanë familjen. Po kemi edhe ne i fje djetet, vi tjetëri ke puna mund të shajet në gjuj. Po ju shpjegoj diçka organit suprem të drejtësisë dhe të vërtetës shqiptare. Ore zotni, gërthasim ne për ushqimin, ajo zonë atje, ajo rrugë, është në karantinë. Aty kalojnë punojësit që futen brenda në për fabrika. Dhe ne kemi një rregull rigoroz me të gjithë tabelat, gjithandej që nuk i lejojmë njerëzit futen gjatë ditëve dhe gjatë orareve që ka prodhim. O shumë, Osman? Ashtë kështu apo së shumë? Tashti... Ka me hangër në lokal, edhe të shkot në klient, edhe të shkot në kuzhinë. Pa, ne tashti eksakt, mos fol mo. Ta që ke menë që më se kom ditë këtë pjesë. Tashti, një gjoni këtu. Ne i lem njerëzit shëtisin, të rinë bashkë me ne, të losin bashkë me ne, të lodrojnë bashkë me ne. Unë kam i thirje se nuk rrit do të pagërthit, apo ja Osmona, rrit do të pagërthit? Tashti, o ju parlamentar, që ju kemi qunë parlament, e kemi luftu për ju me na pastru lumin e Shqipëris. Pse mërzotnit në rumë, na lini ne, na boj pis, lumi i port haleve, i haleve të Shqipëris, në qofë se ju nuk e qani kokën dhe thoni që dia zjatë 3 ditë, ne punojmë për ftyrë, ne punojmë për dignitet dhe nuk mund të lejojmë dot që këto hale të hedhin vrerë mbi ne, të rrejnë, të sajojnë, sepse kemi 35 vjetë që punojmë, që investojmë për ta majtë këtë emër. Edhe tur për ju. Edhe i gjotë, lutem afroj që. Po meruni me mu, mërla. Meruni me mu se ma keni bo faqen shollë. Po qa doni me këta njerëzit e mimur? Po shimur sa të mirë jonë. Qeshim edhe herë tjetër? Jebeni, duhet ta japina, jeta shqip. Jebeni këtë prononcim se unë do t'ju jap ju. Hajde!